Si ushqim kryesor për menin tuaj të nesërme, ju propozojmë të përgatitni kofshë pule të mbushura. Për përgatitjen e këtij ushqimi për 4 persona, ju nevojiten këto artikuj: 4 kofshë pule, 200 gram dhjam i tymosur, 50 gram djath, 8 deri më 12 karota, 1 pjesë hudhër, 1 tufë majdanoz, 50 gram ullin të gjelbër, 2 domate, vaj për ushqim, krip dhe piper. Koha e duhur për përgatitjen e këtij ushqimi është 30 minuta. Ushqimin do ta përgatitë mjeshtria e gjellërave e angazhuar në tryezën tonë. Në këtë ushqim përgatitim edhe një shtesë specifike të kofshave të mbushura të pulës, të cilën mund ta shërbeni edhe si ushqim të veçantë. Në enë të thellë i fusim karotat e pastruara që të zihen, duke e mbushur enën me ujë atësa të mbulohen karotat. Fillojmë me përgatitjen e kofshave të pulës. I ndajmë meshtrat prej mishit të pulës e kofshën e presim në mes. Mishin e kofshës e zgjerojmë me dorë e pastaj e shtypim. Kofshat i kriposim mirë në të dyja anët. Pastaj ushtojmë piper të bluar sipas shijes. Fillojmë me përgatitjen e masës për mbushje. Gjysmën e sasisë së ullinëve të pastruar i fusim në një enë të veçantë. Ushtojmë hudhër të grimcuar. Domateve u aqërojmë lëvorën. I presim në pjesë të imta dhe i fusim në enën e njëjtë. Të njëjtën e bëjmë edhe me majdanozin. Të rëmasës i ashtojmë gjithë sasinë e djathit të cilin e grimcojmë me dorë. Masën e përzijem dhe i shtojmë piper sipas shijes. Me këtë, masa për mbushje është gati. Gjatë zierjes, karotat ko pas kohe i rrotullojmë. Fillojmë me mbushjen e kofshave. Mishin e mbyllim me rëmojc. Karotat janë gjysmë të ziera. Njërën prej tyre e presim në 3 pjesë për së gjati. Nga fundi i gjysmës bëjmë figura sipas zgjedhjes. Skarën e nxehur e lyejmë me vaj për ushqim dhe e kriposim që kofshat të mos ngjiten për të. Fillimisht, kofshat i pjekim në anën e brendshme, e pastaj edhe në anën tjetër gjersa të piqen mirë. Gjatë rrotullimit duhet të kemi kujdes që të mos derdhet masa me të cilën i kemi mbushur kofshat. Karotat e ziera i mbulojmë me pjesë të dhjamit dhe i largojmë anash. Gjatë pjekjes së kofshëve, her pas her ato i rrotullojmë që të piqen mirë në të gjitha anët. Kofshët janë gati dhe i vendosim në pjatën ku do t'i shërbejmë. Gjatë pjekjes së karotave, her pas her ato i rrotullojmë që të piqen mirë në të gjitha anët. Pas pak kohe, karotat janë pjekur. Në fundin e çdo karote për dekorimi vëmë bishta të majdanozit.
Dekorimin e plotsojmë me ca tufa të freskëta të majdanozit francez dhe ca feta limoni të freskët.